Raporti i reporterëve pa kufi, ashtu siç edhe pritej për të vërtetës, e ka riditur Shqipërinë në vendin e 83 duke zbritur me 3 vende. Gjetjet e reporterëve pa kufi janë tepër shqetësuese, pasi është rradh në vendet e rajonit, aty përmendet në mënyrë eksplicite kërcënimet që vijnë gazetarëve nga njëra anë nga ndërhyrjet politike dhe nga ana tjetër nga krimi organizuar. Po ta shikoni raportin, pra thuhet në mënyrë shumë të qartë që krimi organizuar kërcënon gazetarët. Çka tregon kjo? Kjo tregon një situatë të vështirë në cilën përballen gazetarët në punën e tyre të përditshme, ku krimi organizuar tani më ka kontakte të gazetarëve. Pra krimi organizuar i di kush janë gazetarët dhe i kërcënon dhe i intimidon ato. Gjithashtu një tjetër shqetësim që ne kemi përmendur dhe dim për vitesh është padyshim produksia e mediave, e cila e bën situatën e vlerësisë së mediave të brisht në Shqipëri. Çfarë do thotë kjo?